Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dhe rumë, Allahu Gjeleshanuhu kërkon prej muslimanit që t'jese original dhe jo imitus. Allahu Gjeleshanuhu e ka ndalu muslimanin që t'i imitoje tjerët, qoft në veshjem, qoft në pamjem, qoft në ushqim, po edhe në gjdo sen tjetër. Kur thot pejgamberi a.s. men të shebbehe bi kaumin fe hua minhum, kush i përngjan një poplit, ajo është prej atyne. Këtu nuk nënkupton vetëm aj që veshet me teshet e tyne, aj që han ushqimet sikur ata, por nënkupton mos imitin në asni segment jetës. Sepse gjdo sen që i duhet njeriut në jetë, Allahu ja sqarojnë Kur'an. Çka i duhet muslimanit, na e ka sqaruar Zoti në Kur'an. Dhe pasi e kemi Kur'anin, Allahu na quajti neve në Kur'an, wa antumul a'launa, ju, pra muslimant, jeni më të naltit. Ju jeni më nalt pi këtve. S'ka nevojë ai që është nalt marrë prej atij poshtë. Ama ne për të mbri nalt, mbas çka i duhet ndërtofmi? Mbas mësimeve të Kur'anit. Po nëse ne nuk ndërtofmi si popull, mbas mësimeve të Kur'anit që të mbrim nalt, do t'jemi ma poshtë sa ata që janë poshtë. Se poshtë janë pabesimtarët, e ma poshtë sa ata do t'jemi ne, kur ne nuk do të punojmë me Kur'anin. E të ndërum xhamat, Allahu Gjeleshanu në Kur'an na tregoj një segment, një cilësi të cilën e kishin pabesimtarët në kohën e Muhamedit a.s. se ata nuk logjikojshin. Ata nuk e përdorshin logjikën. Dhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an na thiri neve na ka thirë që mos bofmi si ata. Dhe thot në ajetin 171 të surës Bekara, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu alladhina kafaru, shembulli i atyre të cilët thot nuk kanë besu, ka mathali alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'an wa nidaa. Thot shembulli pa besimtarve, thot është si i kafshve, të cilët thot nuk ndin thot diçka tjetër prej bariut, vetëm se zan dhe thirrje. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Thot janë të verta, janë të shurta, fahum la yaqilun. Thot ata thot s'mendojnë hiç. E kështu i përshkruan Allahu Gjeleshanuhu paganët, pabesimtarët në kohën e Mekës. Se Muhamedi a.s. i thirrte ata, vu folte atyne, ata se përdorshin trunin. Ata nuk mendojshin çka thot Muhamedi a.s. Po ata rrishin në traditën e vetë që kështu i kemi gjetë babalarë, thushin. I kemi gjetë babë mbas babe, gjenerat pas gjenerat e ti thujnë këti gurit zot, edhe ne qashtu dëshkojmë. E kështu i përshkruan Allahu Gjeleshanu se xhamat çobani kur i thirr kafshët, ato vetëm din një zanë. Ama nuk e din ai çka i thot. Kur e qet ai çobani një gomar për shembull për udhë, edhe i thot ndalu, ai gomari nuk e din alfabet, ai nuk e di çka është ndalu, ai ndin vetëm zanë. Me i thon hec, ai nuk e din çka është hec. Sa i vetëm zanin e çobanit e ndin, edhe mbaz zanit lëvizën, ose ndalet. Ai nuk e din se çka të fol, se nuk ka mend që të mendoje çka të fol çobani. E kështu Zoti përshkruan pabesimtarët të cilët nuk mendojnë, të cilët nuk e përdorin trunin e tyne. Dhe si thot Ibn Abasi, pabesimtarët e Mekës thot ishin thot si kafshët, sepse ata nuk e ngjojshin çka u thot Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. thot i thirrte, ata thot nuk e ngjojshin çka thot. Disa ulema këtë ajet kanë thonë se idhujt të cilët ata ju lutën, thot janë këtë formë, këta e ngrejnë zanin, vu bëjnë duatë, thot nuk ndinë. S'ndijën sa i gurët, drumë, qka i lutësh ati? Dërshkojen kish ati kërstit Jezu Kristit i lutët, thot ndimo, qka dhe ndimoje, drumë është ati?
Çka ka të ndihmoja? Si mund të ndihmoja? Allahu është ai që ndihmon. Allahu është ai që të udhëzon, Allahu është ai që të nxjerr pi situatë. Çka shkon aty i lutesh drunit? Çka shkon i lutesh plastikës? Çka shkon i lutesh gurit atje? S'ka ndim prej atyne. Pra kështu thot janë këto idhujt e tyne. Njerëzit do të ngrejnë zonit e ata s'mund t'ju përgjigjen, ato janë gjanat pa gjalla. Po ashtu disa kanë thonë se idhujtari thot që flet me ato idhujt e tyne. Thot është si kur bariu thot që u flet kafshve. Bariu me undal të folje me atë delën e vetë, me atë lopën e vetë, i bon muhabet, merr vesh e kafshë? Pse merr vesh? Qashtu thot është ki pabesimtari që shkon dhe ja kalzon halët ati idhullit, a idhulli është dishka gure, s'merr vesh ka të folki, se nuk është qenje e gjallë. Dhe si shtot Bedawiu, thot si kafshë thot që e ndjekin thot bariun, i shkojnë në bas në mënyrë të verbët. Nuk e din se ku e të i qu, vetëm i shkojnë në bas. Kështu thot janë pabesimtarët të cilët në mënyrë të verbët ndjekin një pari. E xhamat Allahu në ndaloj neve që të shkojmë në bas dikujt mënyrë të verbët. Qorë mës shko, mës u bën lajak i lunë, mës u bën prej atyne që s'mendojnë, ama ne kemi plot xhamat që s'mendojnë. Pse? Një politikan dë vije, 100 rejnat dhe ti thote, kejti besojmë, apo? Kejti shkojmë bas, po, a e pa gjithë tha. Pa se mësove mo politikën se non-stop janë të njëjta. Pse vepron në mënyrë të verë, pse nuk e përdor trunin tënd? Pse s'funksionon me trunin tënd pak ta analizojsh, i ka të bëndalë. Okej, ki shoqi është për këtë, po ta ndjekin njerë vetë unë me mendën te me qka të thonë. Po të e bëjnë 1 miliard euro në investim, ku di mare ki 1 miliard, kush gjapën 1 miliard? Ka di qese ki 1 miliard për toke? Ka di mare gjitha të pare? Sa është bugjeti? Që ka që? Ki ka i qiti këto pare? Analizove pak me mendën tante. Bon pak analiza me trunin tante. Pra, jo vetëm në politik, në gjdo sen, në gjdo segment jetës, analizo. Përdore trunin. Mendoj sendet, mendoj lafët që ka të thot dikush. Bisedo në mënyrë duke në gjuhë tjetëri. Ne sot e dinë si bëjmë muhabet xhamat. Ne nuk e ngjojmë që ka thot tjetëri. Ne ngjojmë presim na vje rendi neve të folim. Ne nuk rim heshtët, pse imi të ngjuhë? Ne imi të ndët heshtët të prit na vje neve rendi të folim. Kjo është një kategori. Një kategori tjetër, ato hala s'lan të folish bile. Me nisë të folin një hoqë me xhlis, a i mjerë ja pret lafe. A, ka dalë o që që në e si që janë nisin një sahat muhabet. Dalu be, se s'ka ardhë njerëzit për ty. Kanë ardhë të në gjënë dikan tjetër. Do bëjmë dialog, ama mëse zgjatë, mëse bëjmë film serik me epizoda, si të nisish gjithë natë një muhabet. Pra, Allahu Gjeleshanu luj prej neve më zbofmi si pabesimtarët, të cilët janë të shurdhët në aspektin e të vërtetës, nuk e ngjojnë të vërtetën, janë qërë në aspektin e të vërtetës, se nuk e shohën të vërtetën, e Allahu thot më subofni si këta. Mos u bën që kështu. Muslimani nuk guxon bën që kështu. Muslimani duhet ta përdorë trunin. Muslimani duhet ngjoje me vëmendje. Muslimani duhet bëhet ashtu siç ishin sahabët në kohën e pejgamberit alayhis salam, që kur folte pejgamberi alayhis salam, sahabët rishin aq urt, aq qetë, saqë e përshkruajnë thot dëni zok thot me pas art të ndalet aty, do rritë do mendojte se janë sendet vdekta. Aq qetë. Su kanë di zanë, pse se folët ilm, folët dituri. Sot shkon në një mexhlis, thirin, hajde na kalzon nasihat, shkon në që të kalzosh nasihat, 3 sahat dërish, nasihat së në kalzon, nasihat dhe të kalzojnë. Dhe të mbushin kohën me palavra, e po aja, e po e ki, kështu, aja shtu. E po, pse be më thirët? A më thirët për nasihat, po kur t'ja nisi? Po si vin rendi, se kemi ne shumë muhabete për të kalzu. E xhamat, këtë tradit të sahabëve që ishin me pejgamberin alayhis salam dhe rishin me xhlis e ngjojshin me vëmendje, duhet edhe ne ta kemi. Duhet ngjojmë çdo herë me vëmendje. Mbahet ders, ngjoj me vëmendje. Me analizoje pak. Ngjon kafe, muhabet, bon me dikandin, analizoje, jo vetëm të rrim e mos e dim çka të u bë muhabet. Mos e dish çka të u fol. Mos e përdorim trunin as pak. Çdo herë Allahu Gjeleshanu në Kur'an i referohet xhamat trunit, la yaqilu. Nuk mendojnë thot. E Allahu nuk e do një njeri që nuk mendon. Po duhet bëfmi për atyne të cilët mendojmë me trunin ton, jo me të hujnë.
Mos ja japim dikujt kryen tonë me qira, që ai ta mbushe me çka doje, po ta përdorim ne trunin tonë. Mos na manipuloje dikush, mos na mashtroje dikush dhe mos bëhemi të lehtë për të na kontrolluar dikush. Se që kjo është ajo qëllimi i këtë këtyne elitave, të kijen masa njerëzve të cilët i kontrollojnë lehtë. E kur i kontrollojnë lehtë, kur ata nuk bëjnë kur njëherë pyetjen pse. E kur të kijen këse njerëzit të cilët kur nuk e përdorin trunin dhe nuk thojnë asnjëherë po pse ta bëjmë, ata kënaqen. Elitët në botë në përgjithësi e shihni se çfarë popull kanë. Që kjo është xhamat ajo çka ata dëshirojnë. Të kijen popull të cilët do të rinë hesht kur do bëhet padrejtësi në botë. Askush nuk e ngre zonin, askush s'ni kundërshtoje, dhe kjo është ajo zullumi i shekullit 21, faraonët e shekullit 21, të cilët popujt e tyne i kanë lanë në heshtje dhe nuk i lejojnë të mendojnë, sepse e kanë gjetë një popull që cilët nuk e dojnë ta përdorin trunin. E ne xhamat mos ja japim trunin dikush na e përdore, po e përdorim vetë që ta shohim të vërtetën, Allahu na udhëzoj për ka e vërteta dhe ta ndjekim rrugën e hakit, se kjo është udha të cilën duhet sicili besimtar shkoje për atë, siç e thash edhe më herët, edhe vetë në kofsh hec në atë udhë. E mos shkon turmat të cilët duken se kanë shumë njerëz, po në fakt janë në rrugën e devimit. Mos shko rrugën e devimit. Hec rrugën e vërtetë. Allahu do të ndihmoje, sepse kjo rruga e vërtetë e kësaj dynjaje të cilën e ndjekim është e lidhet me xhenetin. Inshallah Allahu Teala fundit na e bëjë xhenet ta kemi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.